Shënohet fluksi lartë hyrjesh në Kap Shticë për festat e Pashkve, mbi 20.000 shqiptar kthehen atje. Numri hyrjeve të shtetasve shqiptar në vendin tonë vijon të mbetet i lartë në ditët e fundit për shkak të pushimeve të Pashkës. Gjatë 72 orëve të fundit, nga pika e kalimit kufitar në Kap Shticë, kanë hyrë mbi 20.000 persona, ndërsa mbi 8.000 të tjerë kanë dalë drejt Greqisë. Ky fluks është shkaktuar nga rikthimi i shumë emigrantëve shqiptar për të kaluar festat pranë familjeve në atje. Pavarësisht lëvizjeve të shumta, situata në pikën kufitare të Kap Shticës paraqitet e qetë, paradh apo vonesa në përpunimin e dokumenteve. Autoritetet kufitare bëjnë me di se aktualisht po punojnë me 5 sportele për të menaxhuar fluksin dhe për të garantuar një shërbim sa më efikas për qytetarët. Në vijim pritet që lëvizjet të mbeten të larta edhe në ditët pas festës, me kthimin e emigrantëve drejt vendeve ku ata jetojnë e punojnë. Gjatë 48 orëve të fundit, në pikën e kalimit kufitar të Qafthanës, kanë hyrë dhe kanë dalë më shumë se 16.000 shtetas shqiptar dhe të huaj.